Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se vjeni në orën arsimit fizik dhe shëndetësor për klasët e para në mësim në distancë. Njësinë e sotshme mësimore e kemi lëvizjen në vit të drejtë. Qëllimi i orës mësimore është zhvillimi i ndjenjave për lëvizjen në vit të drejtë, forcimi i ekstremiteteve të poshtme dhe përmirësimi i aparatit lokomotor, si dhe zhvillimi i koordinimit të aparatit lokomotor dhe zbatimi i lëvizjeve në vit të drejtë. Nxënës, a jeni gati për ta filluar orën? Fillojmë. Fillojmë me ecje në majt të gishtave, në themër, në anën e brendshme dhe të jashtme të shputës dhe një ecje gjimnastikore. Mund të bëni në rreth, domethënë lëvizjet, ecjet, mund të vendoseni në një vit në formë të katrorit, varësisht se siç e keni mundësitë juve, brenda në objekt, në dom, apo jashtë në obor. Domethënë keni për detyrë të ecni në majt të gishtërimve, pastaj disa hapa në themër, pastaj në anën e brendshme të shputës, edhe në anën e jashtme të shputës, edhe një ecje gjimnastikore, që do thotë vendosim shputën në pjesën e përparme, edhe me shputë të vendosur nga jashtë. Pastaj vazhdojmë me ushtrime për nxemje, që do të përgatisim organizmin për pjesën kryesore të orës. Fillojmë me ushtrime nga koka edhe supet. Ushtrimi i parë është lëvizja e kokës, majtas edhe gjatës, që do thotë ju me duart të vendosur në bel, lëvizni kokën në anën e djathtë edhe para vehtes, 10 herë përsëritni, pastaj në anën e majtë edhe para vehtes, 10 herë përsëritni. Keni kujdes me lëvizjet me kokë, mos t'i kryeni shpejt edhe jo të sforcuar, lehtë edhe ngadalë. Pastaj ushtrimin me radhë e kemi ngritjen e supeve lart dhe poshtë, domethënë ngrisim supet lart dhe ngadalë i zpresim poshtë. Lart kryet lëvizja edhe poshtë. Edhe këtë ushtrim e përsërisim 10 herë. Pushojmë edhe vazhdojmë me ushtrime për krahët. Lëvizjen e krahëve anësh edhe kryqëzimin e krahëve parë, që do thotë 1, 2 krahët lëvizin anës dhe 3, 4 bëhet kryqëzimi i krahëve parë.